Edhe në mbledhjen e sotme të kryesisë, Partia Demokratike sërish nuk e bëri publik emrin e kandidatit të kësaj force politike për zgjedhjet e pjesshme lokale. Siç u pa, opozita nuk ka ende një emër, as për Tiranën, as për 5 bashkitë e tjera të vendit. Mbledhja e sotme zhgënjeu pritshmëritë e shumë njerëzve që prisnin dhe hodhi poshtë deklaratat e shumë deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët ishin shprehur se në mbledhjen e sotme të kryesisë do të dilte emri kandidatit zyrtar. Në vend të kësaj, Berisha përsëriti refrenin se pse kjo forcë nuk bojkotoi zgjedhjet. Po të shohësh me kujdes, edhe deputetë të tjerë prej ditësh në publik artikulojnë pikërisht këtë tezë, duke u justifikuar se pse nuk i bojkotuan zgjedhjet. E vërteta është se Partisë Demokratike askush nuk i ka kërkuar të bojkotojë zgjedhjet, që të lodhen kaq shumë duke justifikuar veten e tyre se pse po marri pjesë. Përkundrazi, të gjithë po i thonë për gëzime që po merrni pjesë vetëm që gjeni një person të duhur në mënyrë që të rivalizoni pushtetin. Por, me sa duket, as Berisha, as deputetët e tjerë nuk e kanë këtë shqetësim, sepse e vetmja gjë që u intereson atyre është të ruhet situata aktuale, pavarësisht se kush i humbet apo i fiton zgjedhjet. Atyre u intereson të jenë ata opozita, sepse, siç dihet, edhe opozita është një pushtet më vete. Në pamundësi të fitores së pushtetit të madh, edhe ky pushtet i vogël mjaftueshëm është për ta. E vetmja gjë problematike me këtë pjesë është se nuk u tregojnë njerëzve të vërtetën, por i gënjejnë dhe mashtrojnë se duan pushtet, ndërkohë që vetë nuk bëjnë asnjë sakrificë nga rehati i tyre për të arritur këtë gjë.